falenderoj gjithë që na bashkon kjo nisën. E reja po lind. Bravo! Pavarësisht gjithë vështirësive që mund të hasim, apo mund të përballemi me jetën e përditshme, gjithmonë kam parë të ren që po lind. E nis nga familja. Jam nana 5 fëmijëve. Bravo! Dhe është kontributi më i madh për qytetin e Elbasani që unë kam sjell në jetë 5 fëmijë. 4 vajza dhe 1 djalë. Vështirësitë nuk është e vështirë t'i analizosh, por t'i kuptosh. Dhe kur has të vështirësi, mendon që çdo derë të sugjerohet dhe aty do gjesh vërtet për krajën, do gjesh mbështetjen, sepse vërtet këto institucione janë ngritur për të na ardhur në ndihmë. Por jo. Jemi ne ato që duhet të përballemi çdo ditë me sfida, me luftën e jetës për të mbijetuar. Dhe hapër sytë në mëngjes dhe fëmia thotë bëj lek për t'i shkollë, është e pamundur ta përballosh. Sepse nuk kanë asnjë lloj investimi në shkolla. Më vjen qaj dhe të nuk e di. Bravo! Boshet a i kuptojnë notët tona, apo vimët tona, apo ujtët tona këtu. Por ishte fati im që antarësova në lëvizjen bashkë. Edhe forca im aty filloj të vërtet të lindi, dhe që lidhët e mia morën vërtet një zhvillim shumë të madh, sepse u bashkova në një familje ku shifja që programet vërtet do viheshin në dispozicion të çdo gjëje. Dhe në këtë fushat po shikoj që sinqeriteti i Partisë Lëvizja Bashkë ka vërtet program shumë inkurajues, besim plot që jo vetëm ta shkruajnë këtë program, por dhe ta zbatojnë, sidomos për rinj. Për fëmijët tanë. Sado që po arsimohen, por nuk është se po planifikojnë që të investojnë këtu. Të gjithë po shohin të ikin, të largohen. Punojnë në institucionin e spitaleve se parafolësit i përmenden. Dhe kemi kaluar pa pas parasysh rolin që na përket të puna, po jemi bërë human, duke tërhek moshat e treta, duke i marrë me barrela, duke i fut në karroca, duke i shoqëruar te kërvati. Sepse fëmijët janë emigrim dhe nuk mundën t'i shoqërojnë. Bravo! Ishte një rast që du ta ndaj me juve dhe kjo më ka prek shumë. Një moshuar. Edhe më drejtohet. Bi më ndihmo, më shoqëro. Ku ti ki të vizitohem? Sepse më kanë hallakat. Qa shqetësimi keqja e tash. Bujna zemra. Kishte një rekomandim të mjekut familjes. Urgjenca nuk është për rekomandimet e mjekut familjes. Do vinë tek ambulanca. Nuk e mbanin këmbët, dridhesh i gjithë. Po them do shoqëroj. Do vazhdosh në autobusin se nuk më do shërbim këtu. Nuk e shoqërues? Jo, tha. Edhe gruaja që kisha më vdishta, fëmijët ban të 7-20 ta sa për sy e faqe për t'i bërë ato ritualet, edhe ikën. Kështu janë dhe prindrit tonë, kështu do arrim dhe ne, edhe këto histori që po i hasim çdo ditë, këto njerime, këto nuk di si ta shpjegoj. Po na bëjnë më shumë e më tepër që vërtet këtu nuk mund të jetojmë ma. E vetë një shpresë vetëm të. Para ca ditësh po më thoshte djali që mami dua të ndihmoj, se shikoj që gjërat po vështirësohen, dhe ti nuk po ja vjen dot, me gjenje punë. 14 vjeç. Dhe do të kontribuoj. Për të mbijetu, jo për të jetu. Sepse sa të mush moshën do iki, do marri kushririn në Francë, do marri tjetrin në Itali.
ndoshta ju duke dhe absurde, ndoshta dhe nuk nga ajo që du të themi shumë dhe ndoshta ju ngatrojmë dhe fjalët, por ju lutem. Njeriu vun atë që zgjedh. Besoni tek lëvizja. Besoni tek lëvizja bashkë. Sepse e vërtet, më siguroj që janë programe që do vihen të gjitha në zbatim. Dhe do e kemi kokën lartë që kur të drejtohemi në këto institucione, vërtet do jetë zgjidhja jonë. Sidomos për fëmijët tanë. Mos i lem më invalid, se po i vrasim me durtët tona, duke besuar, vit pas viti, duke premtu, edhe kur drejtohesh nuk të njohin. Nuk të njohin. Ka shumë gra që i rrisin fëmijët e vetë, janë vetë krye familjare, edhe ngushëllohet në një pakë ushqimore për vitrin. Edhe aty pastaj e dim se çfarë bëhat. Justifikimi të marrë një pakë ushqimore. Ju lutem, sidomos gra që po rrisin të brez të ri. Mendoni për ato. Më vjen shumë keq. Nuk ka tapë më. Përveç televizit bashkë. Bashkohemi. Që të qëndrojnë këtu. Të rikthehen motra dhe vëllezërit tanë, të kontribojnë këtu. Ne kemi vendi më të bekuar.